Përshëndetje Bledi. Atëherë po nisim njëherë bisedën, zoti Vasile, pasi ka një lajm të minutave të fundit. Është një amendament, më themi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti Amerikan i Shtetit do të vërë mbi lupë, do të hetoj për sa i përket pastrimit të parave në kullat, në ndërtimtari, në akshi, në koncesione, në PPP, etj. Pra, dhe sigurisht se kjo do të përfundoj brenda 26 marsit të 2026-ës, thuhet në atë shkresë të departamentit. Por çfarë po ndodh? Pse ky nxitim në këtë fund vit i Shteteve të Bashkuara për sa i përket një nga denoncimeve që janë bërë më shumë nga opozita se parat e korrupsionit dhe krimit po pastrohen në ndërtimtari? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Përfundimisht, mbas edhe fakteve shumë të rëndësishme të dalë nga dosja Ergyes Agasi etj. Me radhë, nuk kam as më të vogël dilemë dhe nuk kam as mundësi në qoftë edhe 1% që të thuhet se në Shqipëri ka një qeveri që funksionon me ligj, që zbaton kushtetutë dhe bën veprimtari të ligjshme. Mbas këtyre që kanë dalë, fakteve që kanë dalë, përfundimisht është shumë e qartë që nuk kemi qeveri, kemi thjesht dhe vetëm marioneta që krimi ka vendosur në dyrat e qeverisë, pra komandon krimi nga mbrapa skena dhe vë kupullat që do dhe i heq, aq që e keni parë që marrin përsipër të rrajën dhe ministrat, është krimi që e purdat e Tiranës, dhe nuk është më qeverisja legjitime e cila duhet të jetë përballë e të luftojë krimin. Dhe për këtë arsye ka ndodhur një veprim i jashtëzakonshëm dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si gjithmonë që kanë qëndruar shumë pranë këtij vendi dhe kanë nxjerrë nga bataku i krizave shumë të rënda politike, po në këtë rast bëhet fjalë për krizën përfundimisht të asgjësimit të Shqipërisë edhe nga pikpamja kushtetuese, pra kemi qeveri të paligjshme antikushtetuese, kemi qeveri që po e zhbën Shqipërinë dhe nga ana demografike, po e zbras, po e shkatërron, dhe në këtë moment Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmarrin një veprim që është pak të thuhet historik, është më shumë se kaq, sepse marrin përsipër pra të jenë ata që marrin në duar situatën, një herazi i shkruajnë edhe rrugën se ku duhet eci tretësia shqiptare, ky spaku i famshëm, se i tregoi shumë qartë që rruga jo individët, po grupet dhe sistemet kriminale të bën shëmbur, e bashkë me ta pastaj patjetër, me postulatin e vjetër ndiq paran, parat janë në ndërtim, janë në resorte, janë tek paketa maleve, që thotë Rama është paqja fiskale, pra ndiq paran, thotë SBA, hetoj dhe sigurisht shkon në krye me krimin. Risia në këtë rast është pra të tërë ky sistem i ngritur të dalë në fat, evidentohet dhe të finalizohet pastaj me goditjen e më të larta në kokën e këtij sistemi nga pikpamja politike, që është kryeministri e tjerë. Sepse për caktimet shumë qarta që nga investitorët strategjik të qeverisë, thot aty, deri te kontratat e plerave, e keni parasysh inceneratorët, pra të caktuar, akshi, kullat e larta, të gjitha për të mos i përmendur të në radhë, të tëra këto veprimtari, të cilat janë lavatriçet e mëdha problematike për gjithë Europën. Për këtë gjë, dhe lavatriçe që furnizojnë me një para shumë të madhe krimin organizuar, i cili të gjithë bëjnë sikur e harrojnë, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, disa vjet më parë thoshin Shqipëria është hyrë në bazë të krimit organizuar për Amerikën Latine, lidhjen e mesme dhe Europën. Pra, dhe kjo bazë furnizohet me tërë këto 100 milion, të cilat ku krimi dhe qeveria janë përbashkë, ashtu sikurse me të drejtë Nikola Grateri, krye prokurori i Napolit, thoshte që të thuar që Shqipëria është narkoshtet është pak. Pra, në këtë rast, për të asgjësuar këtë fenomen, të pa parë në 200 apo 300 apo 500 vjet në Europë, Europa ka pasur, është përballur me gjithë llojet e probleme, është përballur edhe me luftra, por që të ketë një narkoshtet të mirë fillt në Europë. Po një narkoshtet 100%, një narkoqeverisje 100%, nuk mund ta tolerojnë më kurrë, sepse është një problem jo më shqiptar, por problem ndërkombëtar. Po e rimarr dhe tek ju për një sekondë vetëm. Shqipëria është quajtur Kolumbia e Europës.
por nuk është as Kolumbia e Evropës. Për çfarë arsye? Sepse ju dini që në historinë e ekonomisë, president, kandidat president, ministra, 10 personalitete shumë të lartë të policisë dhe të ushtrisë janë përballur me krimin, kanë humbur jetën. Kurse këtu ju keni parë që policia mbjell drogë, të tërë krerët e policisë keni parë janë të gjithë të kompromentuar deri në gryp. Aksioni i fundit siç pan në drejtori policisë që merri me peng marrë dhe bën presione për tender është një sjellje një rrugaçi mafioz që s'ka ku të vejë më, dhe kështu janë me 10 të tjerë. Pra, do të thotë që s'jemi as Kolumbia e Europës. Pra, krimi e ka rrëmbyer 100% dhe ka kthyer qeverisjen në peng të vetes. Sepse të dy palët që jenë komunikuese bën një mekanizëm që shqiptarët duhet ta kuptojnë. Krimi grabit parat, ndan parat me qeverinë, të dyja bashkë grabisin dhe vjedhin zgjedhjen dhe në këtë mënyrë pushteti politik dhe krimi ushqen njëra tjetrën për të mbajtur në grusht Shqipërinë dhe sigurisht për ta shkatruar. Sepse rezultati është një dhe vetëm një, përveç varfërisë, e cila është shumë e qartë dhe nuk kemi që komentojmë më. Prova më themelore është shpopullimi. Mirat e shqiptarëve që ikin dhe një Shqipëri që shpërbëhet dhe në pikpamja e ekzistencës së saj si shtet dhe si kohë. Patjetër, sigurisht. Po. Veprimi i Shtetit Bashkuar është një veprim i shinjestruar. Pra, kanë vënë në lupë dhe në shinjestrën e goditjes së tyre. Ju e dini që goditja amerikane nuk është nga ato goditje që fal. Dihet që amerikanët kur veprojnë sigurisht kanë goditje kirurgjikale, mund të themi. Por kanë dhe goditje atomike, ju e dini këtë punë, kështu që i kombinojnë të dyja, prandaj janë edhe kanë atë fuqi që kanë dhe prandaj kanë mbrojtur shumë demokracinë në botë dhe nuk presin dhe nuk sillen si ta që kjo Marta Kos që erdhi këtu në Shqipëri, që foli për reformat e jashtëzakonshme, por reforma që ka vetëm që ka në Shqipëri është rritja e hajduterisë me nivele galopante. Pra në këtë moment, Shtetet Bashkuara të Amerikës japin një përgjigje përmjet Shqipërisë, gjithë Ballkanin Perëndimor dhe të gjithë shteteve të tjera. Narkoregjime, autokracira dhe pushtete të cilat gjallojnë e mbajnë gjatë në narkotrafikun dhe krimin nuk do të lejohen të ekzistojnë. Dhe pikërisht, po të shikoni, fakti më i rëndë akoma është që nuk kemi një çështje që na pret thonë, por brenda jo më shumë se 3 muajve, ne këtyre çështjeve u kthejnë përgjigje përfundimtare. Dhe këtu në provë kanë vënë në provën e zjarrit është Spaku në Shqipëri. Patjetër, e udhëzoi. Ja kanë përcaktuar rrugën se ku. Po, e kanë përcaktuar rrugën. Kjo është rruga dhe këto janë mor Spak të plaçin syt, to kullat që kanë mes Tiranës, ta investitorë strategjik, to kontratat e inceneratorëve ku incenerator nuk ka, e të tjera plot mund në sytë e tua aty haptat, deri tani ke mbyllur syt, hapi syt, plasi syt ose bashkë me ata këta kryehajdutët e qeverisë do shkonin bankën e akuzuarit dhe ju. Pra nuk ka rrugë të mesme. O luftë përballje me krimin ose në bankën e të akuzuarit. Edhe sa i përket edhe sigurisë kombëtare, duke qenë se Akshi është një nga institucionet që ka të bëjë edhe me ruajtjen e sigurisë kombëtare me të dhënat digjitale të çdo personi dhe është cilësuar nga Arben Ahmet, ai është numri 2 i Ramës në ekzil sot për mëkatet e veta, mund të themi. Por për Belinda Ballukun dhe Akshin ka folur. Për Akshin tha është kopshi privati Edi Ramës, i familjes së tij, dhe sigurisht në hetim është edhe Baxhanaku. Ledi, të lutem, përderisa në zyrën e kryeministrit hyn me Gonigal, hyn Sinaloa, hyn Ergyes Agasi e tjerë, fjala siguri kombëtare nuk ekziston më mirë. Nuk ekziston më. Për të tillë personazhe, për të tillë syfete, jo zyra e kryeministrit, pa zyra e nëpunësit më të fundit të shtetit, duhet të ishte një sfidë e pamundur. Këta, duke qenë klient, dhe kur ky kryeminist i ka bashkë ndarë zyrën me ta, sigurisht e ndan me ta se me ta ka mbajtur pushtetin në mjet dhunës terrorit. Patjetër se ka ndarë me mua. Sigurisht nuk mund të flasim më për siguri kombëtare, sepse ju e kuptoni, ishin vetëm të dhënat e Timsit, ishin të dhënat e Thesarit për të ditur se sa para merr njëri e tjetri për të bërë presionin e radhës e për të vënë gjobën e radhës. Merren peng biznesmen, mendimin e policisë. Po prit, më fal, po duke ditur shumë qartë vitet e Timsit për të kontrolluar, për të mundësuar dhe atentatet e ndryshme që kanë ekzekutuar dhe kanë planifikuar për të ekzekutuar. Por njëkohësisht dhe pjap plot të dhëna të tjera sensitive të personale të individëve, të njerëzve familjar, të biznesit, të ardhurat e tyre, volumet e financimit që kanë brenda bizneseve. Pra, për të pasur në dorë të gjitha mekanizmat ku nëpërmjet
Kulaçit dhe Kërbaçit të mbani gjithmonë situatën në përduar. Ju me këto të dhëna dhe kjo rraca e qelbure e këtyre patronazhistëve, çfarë bënte? Nuk fliste për programin e partisë. Ju e dini shumë mirë. Le të flisnin, kishte asgjë të keqe. Por ishte për secilit për të dërguar hallin, për të bërë shantazhin, për ta kërcënuar, për të bërë gjitha kjo. Pra një shtet, ju që keni të ri masë se kujtoni, ka që një dramë me Alberto Alberto Arturo Uia, pra, ai jepte bënda analogji me regjimin e Hitlerit, pra me Kërbaç, me dhunë, me para dhe me diçka, të rrëmbej dhe të mbajnë grusht pushtetin. Një pushtet kriminal dhe një pushtet mafios. Tani, është shumë e qartë që skaneri është bërë, skaneri amerikan është shumë i qartë, bile plani, projekti i propozuar në senatorët së bashkë me zërat përkatës është... Patjetër, por kthehemi pak në Shqipëri, zotë Vasili. Kthehemi pak në Shqipëri, pasi kemi parë një spak me guxim më të madh se vitet e fundit, që nga momenti që është krijuar, pasi në regjimin e Ramës është krijuar edhe spak, ndërsa muajt e fundit ka patur një guxim, kërkoi pezullimin nga detyrat e Belinda Ballukut, nisi hetimin e akshit ku janë denoncuar familjarët e kryeministrit, bashkëshortja Baxhanaku, etj me radhë, familja Ngushtë e tij. Të thash, alternativa është vetëm një Bledi. Në mos flasim për guxime për kuraja, sepse plot çështje tjera akoma flan. Problemi është në këtë moment, pika e ngopjes ka ardhur dhe kush nuk lufton krimin, dhe ai në veçantë spaku e ka detyrë absolute vetëm për atë paguhet, është në krah të krim. Kjo është punë, është momenti ku gjërat janë ndarë dhe Shtetet e Bashkuara këtë thonë, o ballë për ballë me krimin, betejë me të, o je në krah, por kur je në krah, do dënohesh dhe do ndëshkohesh aq rreth një lloj si ndëshkohet kriminali. Dhe spaku është fshehur, i ka bishtnuar çështjeve deri tani. Ju e dini që edhe hetimin Ballukut, që e bani mend ka qenë në fund ditësh për të pushuar për shkak procedurave. Ju e dini shumë mirë që patjetër nuk jeni harruar. Dhe njëkohësisht keni çështje shumë të mëdha, keni çështje inceneratoreve ku Edi Rama që është kryedeatori e të tjerë. Ju dini gjithë me emra mbi emra, as nuk janë thirrur asnjëherë as për të dëgjuar. Kemi skandalin e pronave të ushtrisë, apo ju dini mjaft të madh atje. Po skandalet e akshit janë vetëm sa janë prekur. Ndonse duhet ta dini që janë denoncuar, ty e mbani më mirë nga ju, se e keni përcjell me një korrektesë të lavdërueshme. Kush e di se sa nga këto janë kallëzuar me fakte dhe me prova dhe dokumenta nga opozita shqiptare prej vitesh me radhë. Janë qindra çështje me firmën e me mira dokumenta. Ne bashkë kemi pasur komunikim të mbarshme dhe unë kam thënë, një hall mas ka qeveria e Ramës, po dhe spaku që s'vepronte. Që këto dokumenta nuk i kanë vetëm ata. I ka media, i ka opozita shqiptare, i ka dhe publiku i qertë. Dhe këto do të marrin patjetër një përgjigje. Koha erdhi deri këtu, i është bërë një nder shumë i madh Edi Ramës të tjerëve që u është dhënë një kohë pafund dispozicion për të fshehur dokumenta, për të prishur prova etj, por llogaritë të tilla, që janë me Gonigali, llogaritë që është Beket, shikoni çfarë bëhet, 100 milionë euro për këtë punë, që janë kërcënime të drejtë për drejta, që janë ekoparku, që është akshi ku tërë familja merrte blatonte miliona, këto nuk presin më. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dhënë përgjigje të qarta. Narkoshtet dhe lidera të cilët jetojnë me parat e krimit dhe të drogës, nuk kanë për të lejuar kur prej tyre. Vasili, kemi edhe 2 minuta kohë. Kemi 2 minuta kohë, do të prekim një temë, do të prekim një çështje që ka të bëjë edhe me denoncim tuaj. I Albania prej javësh nuk funksionon, çfarë po ndodh? Parat çuara dëm, nuk funksionon diella, si ka dalë gjumi, s'ka marr update-in e ri. Po ju e kuptoni shumë mirë. Në atë mënyrë se si janë administruar ato 100 milionë euro, ju e kuptoni, nuk ka asnjë mundësi që ai sistem të funksionojë, sepse ai nuk ishte një ngritur për të krijuar lehtësira dhe shërbime qytetarët, po ishte një sebeb për të vjedhur para. Unë nuk di dhe sa i vërtet ka qenë sulmi iranian. Ju them sinqerisht, se mu duk sulmi iranian, mu duk si ajo emergjenca e beturinave për të bërë incinerator, apo si ajo emergjenca energjetike që u bë atëherë për rritur çmimin e energjisë. Sepse në 100 milionë që shpenzohen, kuptohet që pas kanë qenë në duar të horrave, këto u kuptua sepse dolën material qeshit, dhe sigurisht që nuk ishte mundësi të funksiononte. Dhe kjo u bë vetëm për që kopshti i familjes të kishte atë fetën e madhe 100 milionëve që i merrte rehat.
sepse ju shikoni, ka javë që qindra mijëra veprime që kanë bëjnë me qindra mijëra hallet njerëzve, prona, probleme shëndeti, probleme tjera, nuk gjenerojnë dokumenta. Pse? Çdo thot, kush e sulmoi? Po këtë sulmojnë iranianët, kush e sulmoi? Pse u defektua? Ky sistem të cilit vetëm financohesh ku 10 miliona të lidhet 40, 50, 100, 200 milionë ishin kështu si kur ishin karamele. Po pse nuk funksionoi? Sepse ishte qartë pra që s'kishte parametra teknik. Nuk ishte çështën e sigurisë të dhënave, nuk ishte çështën e korrektesës së funksionimit të shërbimit, po ishte një mënyrë që merr paratë e futi të rënë xhep. Unë bile i kam në kohën e këtij ashtu quhet sulmit iranian, i kam dërguar edhe letër kësaj Kaçanaj atëherë. I kam bërë 11 pyetje, isha deputet në atë kohë dhe i kam drejtuar pyetje. Mas ja 3 muaj më kthyen në përgjigje dhe më flisnin ne po luftojmë, po kemi zbraptur sulmet, jemi në vinë e parë, ftëm në punën e këtij, ndërkohë në fund gjitha përmbledhjen. Kërkoj informacione shumë të sakta, po kush e ka, cilat janë kompanitë, çfarë punë bëjnë atë këtej? Ishte një pakt omertaje ku asnjëri s'fliste. Cilat janë rezultatet? Ja kush siguria kombëtare, ja kush akshi, ja kush diella. Diella që është diella është një qendër korruptive se ka hajtutët u krijua, ju e dini ç'mund të shpikin hajtutët, dhe kjo ishte diella e Tiranës dhe ky është Rama. Nuk ka mundësi të ketë shtet serioz, shtet që funksionon me ligj dhe Edi Rama kryeminist. Janë dy gjëra që përjashtojnë njëri tjetrin. Vasili, falenderoj që ishit me mua në këtë bisedë. Faleminderit ju. Sigurisht Instagrami shqiptar në emisionin Syri Digital, një nga videot të cilat është ndjekur më shumti në Instagramin e Syrit, edhe pse ka më pak se 24 orë që është publikuar, ka marrë mbi 100.000 shikime, është një, mund të themi, një këshill ose një kërkesë miqësore nga gazetari Qimpeka për bashkëpunëtorët e Ramës, dhe cili u ka thënë, mos bëni burgun për miliona që vjedhet tjetër